Kryeministri Edi Rama ka reaguar në profilin e tij në Twitter duke dalë në 3 konkluzione nga mbledhja e grupit parlamentar. Çështja kryesore është ajo e pezullimit të Ballukut nga detyra, ndërsa Rama ka paralajmëruar ndërhyrje në legjislacion për të zgjidhur këtë ngërç institucional. Ndër të tjera, Rama thotë se e vetmja pale përmbushur është SPAK, që mund të vazhdojë qetësisht hetimet. Sipas Ramos, nuk ka asnjë urgjencë për të trajtuar kërkesën e SPAK, të cilët kanë kërkuar arrestimin e saj, por për këtë duhet që Balluku të hiqet nga kuvendi imuniteti i deputetit. 3 konkluzione nga mbledhja e grupit parlamentar pas mosvendimit të gjykatës kushtetuese dhe rivendosjes së pezullimit të ministres nga 1 funksionet e padelegueshme kushtetuese, nga i antarit të qeverisë tek ai presidentit të Republikës dhe jo vetëm, nuk mund pezullohen kurse si nga askush, duke u nisur nga një emër i përveçëm, sepse pezullimi paralizon funksionin pra institucionin që ai drejton. 2. Nisur edhe nga leximi i deklaratës publike të gjykatës kushtetuese, ku të gjithë anëtarët e trupës shfaqen unanim lidhur me problemin, po ndahen tek rrugëzgjidhja. Grupi parlamentar socialist do të angazhohet për zgjidhjen përmes ndërhyrjes në legjislacion. 3. E vetmja pale përmbushur nga rishikimi i pezullimit është SPAK-u, që në kushtet e pezullimit mund të vazhdojë krejtësisht hetimin përkatës, ndërkohë që deri në adresimin ligjor të zgjidhjes nuk ka asnjë urgjencë për të trajtuar kërkesën që SPAK-u bëri pas rënies së masës së pezullimit. Një shtesë nga ana ime, SPAK-u nuk preket, vetëm mbështetet. Liria dhe drejta e çdo prokurori për të hetuar çfarë do qoftë, kjo do qoftë, nuk preken, vetëm garantohen. Pavarësia kushtetuese e pushtetit legjislativ dhe ekzekutiv gjithashtu nuk preken, vetëm garantohen.